Nuk jo hap njeri telefonin! Maroj kjo pun! Nuk jo hap njeri telefonin! E keni pa me si jeni bërë? Unë jam pa fjalë. Shtanga unë. Më thënë, dy vajza më të bukura sot në televizionet shqiptare, i bien telefonit të dikujt dhe ai nuk ja hap, unë jam pa fjalë. Një pjesë e tyre spitaleve më duhet ta shtoj që nuk i përpunojnë mbetjet e tyre spitalore sepse Money. Must be funny. Ti. Nuk kanë para, s'kanë fonde. Kalem në një moment tjetër, vajza, që është paq interesant sa që gjitha këto që trajtuam. Do thonë ju për ne ç'ne ka që interesant. Mund të rikshu, nuk... Ore ti mund të rishti të duash, edhe mund t'i ikësh fare, po duash, po... Qiko, jeta është të bukur, vajza, sepse ka brenda saj gjëra plot. Po një nga më të bukur dhe kësaj jete janë fëmijët. Sot do flas për nënat që sa po kanë lindur një fëmijë. Jo për problemet që kanë me... Jo. Nuk do as flas për problemet që kanë me qumshin e gjirit. Sajmiri ka filluar të ndjehet nën. Le t'i japim kohën e dur. Jo. Ti si nën e re, si mami e re, ke patë reklamen, unë jam një mami e re. Po bukur, unë jam një mami e re. Atere, unë jam një mami e re. Marë fëmijën tim, vajzës e djallë qoftë, dhe dua t'i bëj një shëtitje në Tiranë. Ku? Kam qef, shkrej për balë Tajvanit. Pjesa më e bukur e Tiranës. Zemra e Tiranës. Po. Dhe normalisht me karrocë, me fëmijë, ecet në? Në rrugë. Bravo! Në rrugë pra, dhe të ke sinjale krau, sistemi frenimi dhe tjetë me ABS, se trotuarët janë të zëna. Ndjenjeni pak të trotuar. Unë nuk shoh asgjë të keqe. Absolutisht. Që gjysma trotuarit jetë një grop për t'u futur ke dyqani poshtë. Po se patë mendjen. Aty bie dhe vdes. Dhe lë namë të gjitha. Vdiq filani brenda dyqanit këpucëve. Po pse vdiq ka fyllam. Ku vdiq? Dodhemi në vendngjarje brenda dyqanit këpucëve, ku vdiq për arsye të po mirë më fal. Ka fshoj gjuhët. Gjysma trotuarit është grop për të hyrë te këto dyqanet që janë grop. Po. Grop. Gjysma tjetër zgjedhin ato që shesin gjëra. Dhe ti duhet të jesh si këto modelet biskot integrale, që se unë e Sajmiri unë s'kaloj dot aty për shkak. Ja, unë e di si kalojnë aty. Unë skiç. Jo, unë kaloj kështu. Ke pa fal. Ju e keni ide Gjermanët duke mbajtur frymën skiç. Jo. Gjermanët në front ju e dini që nuk ecin kështu me automatikun. Po kështu, që të kishin sa më pak mundësi që t'i kapte plumi. Ashtu e të aty. Edhe kështu ecë aty ke rruga. Po prit, se skandal, më fal. Prit se skandal misrat akoma. Po kur fillojnë dhe misrat. Gështenjat. E di si do jesh ti. Sigurie në pyll dhe ka rënë zjarr. Jo. Kalon me spente. Jo, një sekond. Kur fillojnë misrat dhe gështenjat, unë vesh dorezat e Spider-Manit, shklap, dhe fshënë dhe varë në përvalate. Vjet, kur ishte koha misra dhe gështenjave, shkoja në plazhu dhe shikoja shenjat të djegura, shtenga kofshët. Se më që kishe? Ore forës kam punu as afër furrës. Dhe s'më vete mendja mua që kaloja afër këtyre zgarave dhe më digjej fundi. Prandaj fillove të mbajë maksi ca mundi. Zoti ma qa. Ale, ligjëruar. A qa vëndi jemi o zot. Kjo ishte nata e sotme, mesi Tiranës. Më gjeno që botë Andej është bukuria vetë. Nesër mbrëma, ju ftoj përsëri të na ndiqni këtu në Çathuna Gon Channel. Në të njëjtën orë. Gentian Zenelaj, Sajmir Kodën,
Kiara dhe Këtiona? Këtiona dhe Kiara, ka Kiara Tito, Këtiona Pera njona, Mela tjetra, kështu i kanë, po. Gati vajzë, thriti pak. Flonza! Më lërë ta shijoj këtë moment. Po. Okej. Flonza,